Pas akuzave të gjestit për Rozanën, kështu përgjigjet motra e Rozanës. Ndërka që nga ana tjetër, Rozana pyet gjestin sepse nuk e ka fituar Big Brother VIP Kosovën, çudit me përgjigjen e tij. Rozana Radi dhe gjesti duket se janë dy nga banorët më favorit për ta fituar këtë edicion të 4 të Big Brother VIP. Këngëtari dhe konkurrenti aktual i Big Brother Gjesti ka dhënë disa deklarata befasuese gjatë bisedës me të në oborrin e shtëpisë. Teksa po diskutonin për eksperiencat e tij në reality show-un, Rozana e ka provokuar duke pyetur sepse nuk e fitoi Big Brother VIP Kosova. Përgjigja e tij ishte papritur, ka qenë hile. Teksa është vënë re tensioni krijuar nga deklarata e tij, ai ka shtuar më tej për të zbutur situatën. Ju mendoni se ka qenë hile? Kur të dalim jashtë të tregoj, mos më detyro të flas. Gjesti ka njësur rrugtimin që në tetor të vitit të kaluar si pjesë e Big Brother VIP Kosova, teksa pas eliminimit në një duel me Drilonin i cili e fitoi atë Big Brother, u fut në të Shqipërisë. Duket se Driloni që për asaj kohe ka mbështetur, mirë po nuk do i pëlqen këto deklarata të gjestit. Nga ana tjetër, dyshja më pas kanë pasur një përplasje të fortë, teksa gjesti në disa momente është drejtuar Rozanës se ti ke dhënë shembullin më të keq i rrahur me femra jashtë, edhe pse këto akuza Rozana i ka kundërshtuar kategorikisht. Më pas ka ardhur edhe një reagim i motrës së këngëtares Andeta Radi që shprehet ashpër kundra gjestit. Teksa e pyetur se çfarë thot motra e Rozanës për gjestin, ai e shkruan. Motra e Rozanës çfarë thot për gjestin, djali më i keq që më kanë parë syt. Shprehet ajo tepër troç duke treguar mos simpatien për konkurrentin e Big Brother.